Dy shtetet shqiptarë të shpallur në kërkim ndërkombëtar për vepra të rënda penale pritet të ekstradohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Shqipërisë brenda ditës së sotme. Lajmi është konfirmuar nga policia e shtetit, e cila njofton finalizimin e procedurave ligjore fal bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet në Dubai. Në mes të ekstraduarve është dhe Dashnor Dumani, vllai i Nuredin Dumanit, i njohur për drejtsinë shqiptare si një nga vrasit famkeq me pagesë dhe aktualisht bashkëpunëtor i drejtësisë. Dashnor Dumani është dënuar për mbajtje pa leje, ndërsa ndaj tij rëndon dhe akuza për vrasje dhe vjedhje me armë, sipas prokurisë posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Personi i dytë që do të ekstradohet është Armis Stafa, i cili akuzohet nga GKKO për pastrim parash në funksion të grupit kriminal Çopja, që kanë vepruar në qytetin e Elbasanit. Në njoftimin e policisë thuhet se si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë me partnerët e Emirateve të Bashkuara Arabe pritet që gjatë ditës së sotme të finalizohen procedurat për ekstradimin nga Dubai të Shqipërisë të shtetasve të shumë kërkuar pjesëtar të organizatave kriminale.